Rekonstruksioni i rrugës Marin Biçikemi, një investim i shumëpritur për banorët dhe bizneset e zonës. Bashkia e Shkodër vijon punimet për rekonstruksionin e rrugës Marin Biçikemi në segmentin pranë pallateve, një zonë urbane me densi të lartë banimi dhe prani të konsiderueshme biznesesh. Ky projekt po realizohet me një investim prej 10 milion lekësh dhe parashikohet të përfundojë brenda 5 muajve. Për banorët e kësaj lagje, investimi është jetik. Prej vitesh ata përballeshin me vështirësi të mëdha për shkak të infrastrukturës së amortizuar, gropave me ujë dhe baltës, që e bënte të vështirë qarkullimin, sidomos në stinën e shirave. Duke pas parasysh gjendjen aktuale që ka kënë kjo zonë, ku ne e kena dhe banesat tona, është një falënderim që duhet bëhet direkt Bashkisë Shkodër, kryetarit saj, që më në fund po bëhet e mujtën një investimi tillë që është dashur dhe më përpara më bë. Pra, na nuk kena pas mundësi me kalu në kam, jo në bicikleta as makinë, se ka kënë rruga me gropa, edhe e përkeqësuar nga dita në ditë, të pas parasysh edhe bizneset që janë hapur në këtë vend. Ishte bërë rruga shumë keq këtu, edhe kishte probleme se normal haste makina e kështu, por që tashi po shpresojmë që të jetë tamam. Sa i takon bashkisë jena kënaqur se normalisht çfarë bëhet për të mirën e jetesë së cilit të banorëve që jena këtu është mos e nevojshme. Ka një investim që është dashur me thënë vërtetë më bë, edhe jena mos të lumtur me thënë që po bëhet, tashi po presim përfundimet. Për ne si banorërisht është shumë e nevojshme se është kënë bë e pakalueshme. Edhe me dhënë se do të dalë një zë shumë e bukur. Rekonstruksioni do sjellë një transformim të ndjeshëm të cilësisë së jetesës për rreth 60 familje që jetojnë aty, si dhe për bizneset që operojnë në zonë. Procesi i rekonstruksionit po zhvillohet në bashkëpunim dhe konsultim të vazhdueshëm me komunitetin, i cili po ndjek nga afër çdo fazë të punimeve.